Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar doktor Gentian Zikaj, mjek kirurg plastik, pranë shërbimit të djegje plastikës në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza dhe pedagog në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Doktor, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve që më ftuat dhe vi me kënaqësi në podcastin tënd, mbas një farë kohe që s'kam marrë, domethënë. Shkënaqësi. Unë të kam ftuar me shumë kënaqësi sepse në fakt ju hyni tek ata mjek që keni shumë për të treguar, keni shumë për të folur për qytetarët, keni një numër shumë të madh të rastesh, pacientësh që unë mezi pres të dëgjoj, sidomos në fushën e djegjes dhe sidomos në fushën e plastikës që sot është kthyer, po themi, në një trend, edhe kirurgjitë estetike dhe ndërhyrjet që bëjnë në nivel të përmirësimit të imazhit në shumicën e rasteve. Doktor, unë doja të dija diçka më tepër rreth jush, si keni zgjedhur që të jeni mjek, si ka marrë më pas rrugtimi juaj për të bërë një kirurg plastike dhe djegje plastike sigurisht, që është një specialitet i vështirë po ashtu në fushën mjekësore. Po, siç e thatë edhe ju, djegja plastike është një fushë e gjerë e mjekësisë. Ne si specialitet në kohën tonë kemi qenë kirurg të përgjithshëm, edhe kemi punuar një farë kohë si kirurg të përgjithshëm. Kjo më ka bërë mua që unë të jem një kirurg pranë qendrës së traumës, ku kam punuar për disa kohë, pra më ka dhënë goxha eksperiencë për sa i përket plagëve dhe trajtimit të tyre në përgjithësi. Kuptohet pjesa e mjekësisë, pastaj është ëndra çdo të riu dhe të re që t'i futet fakultetin e mjekësisë, ato ëndrat tona, të paktën ato kora, domethënë që kanë qenë për sa i përket parimeve për të shërbyer njerëzve, për të qenë sa më afër, për të zgjidhur problematikat e tyre mjekësore, ajo manteli bardh, domethënë që të jep një tjetër hije. Zgjedhja e fakultetit të mjekësisë, fitimi i konkursit, pastaj fitimi i konkurimit për specialitetin e kirurgjisë, më vonë pastaj përvoja në klinikat e urologjisë në Spitalin Universitar pranë qendrës së traumës, dhe më tej pastaj duke vazhduar pastaj në pjesën e djegjes plastikës, pra një gamë e gjerë duke filluar që nga sëmundjet e pjesës abdominale, pjesës torakale, pjesës të lëkurës, të problematikave të tumoreve të lëkurës, të djegjeve, të operacioneve plastike, qoftë ato në fund fare të operacioneve estetike që kanë një trend tash këto vitet e fundit. Unë në këtë drejtim do doja të pyesja pak më tepër. Në fakt kam vënë re që shumë kolegë të cilët normalisht për shkak të këtij trendi deri diku e kanë braktisur pak a shumë patologjinë dhe ka një lloj le të themi drejtimi shumë tek estetika dhe plastika. Si e shikoni ju, çfarë po ndodh sot edhe si e shikoni dhe pas 10 vitesh ku do të shkojmë në këtë lloj ecurie që kemi, flasim në shoqërinë tonë, pastaj edhe sigurisht në nivel global. Shikoj, është e bukur sepse ne kirurgët plastik mirë filli tentojmë të zgjidhim problematikat e pacientëve. Pra, primare kemi djegjen, tumoret dhe zgjidhjen e problemeve dhe pastaj merrem edhe me pjesën estetike. E kundërta po ndodh me ato specialitetet të cilat specializimin fillestar e kanë, le të themi, për një kirurgji tjetër, dhe s'po vë emra se kemi gjithë miqet dhe dona vërsule pastaj më mbrapa. Dhe çuditërisht devijojnë nga specialiteti i tyre vetë kur shikojnë që bëjnë ndërhyrje estetike, të cilat janë domeni i kirurgjisë plastike, domethënë kirurgjisë estetike. Absolut. Dhe këtu është e bukur. Pra ne kirurgët plastik tentojmë që të mos i ndajemi ndihmës mjekësore të patologjive, të sëmundjeve tumorale apo sëmundjeve të djegjes, kurse këta të tjerë, domethënë, i lënë ato patologjitë e tyre dhe i vërsulin kirurgjisë plastike. Doktor, le të kalojmë pak më tepër tek pjesa e rasteve klinike. Unë do doja të dija diçka më shumë rreth karrierës tuaj të gjatë. Sigurisht janë raste të pafundme, po do doja ta nisja me një rast që ju kujtoni që ka qenë një rast i vështirë, ku jeni investuar shumë, keni bërë çdo gjë që keni mundur dhe ka shkuar çdo gjë me sukses, edhe pse po themi kanë zgjatur në kohë ose ka qenë i vështirë në të gjithë dimensionet si pacientave dhe si ngarkesë profesionale. Siç e thash, domethënë duke qenë se një kirurg që të cilin un kam parë disa klinika dhe kam punuar,
kam shumë raste dhe shpeshherë duhet i kthehesh memorjes për të tilla raste, por le të themi një rast se një fëmijë i cili bie në kontakt me rrymën elektrike dhe pson një djegje të madhe në pjesën e fytyrës. Ai praktikisht ka humbur të gjithë pjesët e hinëve të buta të fytyrës, kryesisht anës djathtë, duke përfshirë edhe syrin, anës djathtë, duke përfshirë edhe pjesë të kockës në pjesën frontale. Ishte një djalë i mrekullueshëm me dy prindër të mrekullueshëm, por fatkeqësia kishte ndodhur që t'i ndodhte kjo problematikë, kjo traumë. Falë bashkëpunimit me klinika të tjera, sidomos me profesor Artur Gjumari me neurokirurgjin, ku kemi kryer disa intervente kirurgjikale, të cilat synonin jo vetëm për të pastruar plagën, për të hequr zonat e dëmtuara të kockave, po kështu edhe me pjesën e kirurgjisë okulistikës, ku pacienti fatkeqësisht humbi syrin e djathtë. Ne bëm të mundur që të rikonstruktonin komplet pjesën e fytyrës. Ai fëmijë ka një pamje pothuajse afër normales. Kemi rikonstruktuar edhe pjesën e palpebrave, pjesën e dëmtimit kockor, domethënë, u detyruam që, se s'kishim asnjë lloj zgjidhje tjetër pasi e gjithë pjesa e fytyrës ishte dëmtuar, u detyruam që të merrnim lëkurë nga zona abdominale, duke ngjitur fillimisht nga zona e barkut, duke ngjitur lëkurën fillimisht me dorën e ngjitëm me kokën, pastaj e kaluam pjesën e lëkurës, e kaluam te balli, e shkëputëm dorën, po mendoni një djalë, e cili kaluonin vitet, u bë 15-16 vjeç, ta detyrohet të qëndronte për një periudhë 3 mujore me këto operacione. Pra, secili operacion me 2 muaj nga njëra tjetra, barku, dora ngjitur, te koka, prerja, ka qenë goxha problematik. Por një fëmijë me goxha kurajo. Do të thënë, ka qenë një fëmijë me shumë kurajo, i cili na jep edhe ne, pra i jep edhe prindërve kurajo, po ashtu edhe ne stafit mjekësor. Dhe në fund fare, ne kemi fituar si rast. Ai është gëzon shëndet të plot, është një mekanik i mirë, vazhdon të kemi kontakte, domethënë. Jam interesuar për të bërë ndërhyrje, për të zvendësuar syrin në klinikat huaja, kam me disa miqtë e mi që gjej rastin t'i falenderoj, për të bërë të mundur, domethënë që ai djalë nga ana estetike të duket si një njerëz normal. Ky ishte një nga rastet e mia, domethënë që me të vërtetë jo vetëm të mia, por të gjithë shërbimeve që morën pjesë, duke filluar që nga stafi anestezistë, reanimatorëve, stafi kirurgjikal, stafi kirurgjisë përgjithshme, stafi neurokirurgjisë, stafi kirurgjisë okulistike, domethënë po kështu edhe kirurg vazal, pra kanë qenë shumë stafe të cilat kanë ndërhyrë te ky rast. Në këtë moment më vjen një pyetje jashtëtërsisht planit. Çfarë emocioni mund të jetë që të kesh para një fëmijë kur e shikon në jetë, e shikon të barabartë me të tjerë dhe e shikon që e ke fituar me kaq mund për një investim dhe një punë kaq të madhe të bërë ndër vite. Unë them shpesh, domethënë, emocionet e prindit, emocionet e nënës, lotët në heshtjet të nënës, dhe emocionet e kurajos të një pacientit fituar nuk kanë paguar. Ato nuk kanë fjalë që t'i shpresh, domethënë duhet një kadares që të thotë me fjalë ato emocione që vjen ato momente. Po në një rast tjetër, doktor, që ju e kujtoni ndoshta edhe nga shërbimet e rojës, nga shërbimet e urgjencës, ku jeni përballur me një situatë papritur edhe që ndoshta edhe nuk ka shkuar mirë, edhe ku puna është bërë maksimale, a mund të kujtoni ndonjë? Shiko, thash, kemi shumë raste që s'kanë ecur mirë. Domethënë, karakteristikat e djegjes, po flasim për djegje, është se pacienti vjen, komunikon, dhe çuditërisht para dhe pacient 80-90% të djegur në gjithë sipërfaqen e trupit edhe komunikojnë, ushqehen, flasin me ty, krijojnë lidhje me ty dhe ti përfshihesh emocionalisht dhe pastaj pacienti humb jetën nga infeksioni apo nga komplikacionet e djegjes janë shumë të mëdha. Këta lloj pacientësh mbeten. Unë do të veçoja një rast që më ka mbetur në memorie.
një familje që u doq e gjitha dhe mbaj mend domethënë që tek ajo dhomë ishte një djalë, pothuajse mosha e djalit tim, kishte fizionominë e djalit tim. Tek ajo dhomë nuk ishte pacienti im, po tek ajo dhomë unë nuk guxoja të futesha. Pra kur bëheshe vizita, unë shkoja deri aty dhe nuk më bënin këmbë. Djali ishte mirë, komunikonte, ikën në Itali dhe atje kanë humbur jetën të gjithë njëri mbas tjetrit. Ky ka qenë një nga rastet më kështu. Pastaj mund të them që kujtoj edhe një rast te spitali ushtarak, ku kam qenë mjek roje. Ka qenë një zotëri i nderuar, nuk po them emrin. Kishte ardhur djali vet, edhe ishte goditur me thik. Kam bërë tamponat në pjesën e venave femorale, derisa erdhi mjeku angelog, mendoni me presion 1 orë të mbash që mos ketë hemorragji, dhe nuk kishin kohë për ta hapur se mund të humbiste jetën, ashtu siç ishte. Pra, pothuajse i pashveshur, grisur me rrobat, bën fushën kirurgjikale, mjeku angiolog me shumë mjeshtri arriti të gjente vendin e dëmtimit, ta përpunonte atë, anestezia nga ana tjetër jepte qesi gjak pafund. Dolëm shumë të kënaqur dhe i themi tjatit që me fituam, na thrasin menjëherë që ka hemorragji. Rikthehet përsëri stafi, aty buronte nga gjitha anët, pacienti kishte bërë një komplikacion që njihet si kit, pra ku gjithçka, faktorët e koagulimit janë harxhuar të gjitha, nuk ka më se si të mpikse gjaku dhe aty buronte nga gjitha anët. Dhe pacientën fatkeqësisht ne e humbëm dhe dolëm pastaj i tham tjatit, domethënë për atë që kishte ndodhur, nuk e harroj atë skenë, ka qenë një nga skenat më tragjike, domethënë që kam parë. Dhe ja aty justifikohej që të paktën kam djalin tjetër, sepse edhe ai ishte i dëmtuar, i plagosur nga thika. A kanë qenë të shpeshta rastet, doktor, kur jeni përballur me një numër të lartë pacientësh të cilët kanë ardhur nga një fatkeqësi madhore, nga një traumë e madhe, sepse shpeshherë ndonjëherë qytetarët e kanë vështirë që ta kuptojnë se çdo të thotë që të vinë paralelisht 10 vet, 15 vet, 20 vet, ku ti do duhet të japësh prioritetin maksimal atij që ti duket më rënd, ndërkohë që edhe tjetri është po njësoj rënd. Dhe e dini ju këtë eksperiencë, domethënë që keni të hasur dhe mund të na i dëshmoni shumë mirë. Po, unë kam qenë mjek roje në ditën e Gërtecit. Dhe kam qenë i pari që kam pritur në pacientët e Gërtecit, po kam qenë tash te pjesa traumës. E mbaj mend atë ditë. Kur ndodhi shpërthimi i madh në Gërtec. Kam qenë mjek roje bashkë me kolegun tim. Dhe gjithë natën kisha qenë me disa miqtë e mi, kishim festuar një diçka. Dhe thash një moment kishte ardhur një doktoreshe re, kishte shumë dëshirë domethënë të bëhej kirurge. Dhe i them tash kontrollo sistemi eroj, se unë nuk po duroj dot, ishte ora 11-12, mos gabohem. Dhe unë po shtrihem pak. Sa shkoj për shtrihen ndodhi shpërthimi. Dhe e kam të fiksuar, domethënë, ky kolegu që vinte me vrap, pjesa stafit mjekësor që vjen me vrap, dhe ardhja furgonëve të parë, domethënë, me pacientë të djegur. Domethënë, llogaritë ne ishim 2 mjek, 3 infermier, 2 ortoped, dhe pritëm një fluks, i pari ka qenë, mos gabohem, ka qenë rreth 10 veta, që ku t'i shtroje, ku t'i shtrije. Secili mori pacient në vetë, secili vazhdoi me ato pacientë që u paraqiten, dhe unë mbaj mend që kam marrë një fëmijë të vogël, një vajzë, e kam të fiksuar bjonde, flokët ishin bërë të kuq nga gjaku, keni parasysh ato filma, fytyra komplet e mbuluar nga gjaku, dhe që kishte një dëmtim në, besoj se ishte jugulare eksterna, edhe rrithej gjaku si në për filma si. Me njerë i vendos tamponat, e mbaj, ndaloj hemorragjin, kuptohet me mjetër rrethanore aty që gjendesh, një garës e vogël, anestezisti intubon, me shumë eksperiencë, dhe unë që thrisja më thillni një komplet, po ku ti thrisja? Ata të gjithë ishin me pacientë e vetë dhe vishin vërdallë, domethënë pra një kaos i tmerrshëm. Familjari, ai nuk ishte familjar, po ishte një kalimtar që e kishte marrë që më rinte të koka, pra një
situatë surreale që me aktor njerëz të vërtet. Në një moment kap një nga infermierët që më kaloi, e kap dhe shikoj atë dhe i them më sill diçka për të qepur. Sepse me të vërtet kjo ishte emergjencë e madhe. Dhe ai më sjell, po më sjell vetëm një sutur. Dhe më largohet, nuk e kap çfarë do të thonë. Dhe unë siç marr, hap suturën, e mbasha në një dorë dhe e qep me duar. E qep me duar, e lidh dhe e pres me bisturi. Pra, s'kisha asnjë lloj portale, asnjë lloj pinca, asnjë lloj gjë. Fatmirësisht ndaloj marrëqin. Eksperiencë shumë pastaj, domethënë, mbas u stabilizuan këta, gjëja më e mirë ishte se u vendos sistem i policëve, të cilët nuk ndaluan të gjithë familjarët të vinin dhe vinin vetëm pacientët. Ato u bë një gjë shumë e bukur, rrethua ka qenë një nga organizimet më të mira, domethënë, dhe ne kemi punuar shumë të qetë. Dhe unë që dal në rreshtin e parë dhe bëj triazhimin. Nuk e harroj, kur dinin pacientët e Diegut, pra si fantazma, domethënë, të Diegu komplet me lëkurën e varur, dhe një nga pacientët e Diegu ishte ose të dëmtuar si një nuse me vellun e bardhë. Atë ditë kishte një dasëm, e ka dhënë në televizor, dhe një nga ato që erdhi ishte nusja me vellun e bardhë që zbriti nga hormoni. Pra, ngjarja ka ndodhur në orë të drekës, vazhdoi mbasditja dhe unë që nga ora 6 u kputa komplet, nuk kisha fuqi, s'kisha ngrënë as bukë, pra s'kisha ngrënë as mëngjes as dre. Dhe i them vllajt, u gjen më sill në një gjë se unë mbarova domethënë dhe dalë dhe marrë diçka për të ushqyer që ndodha vetë. Në dhomë, për kuriozitet, isha me 3 ministra që kishin ardhur domethënë. Dhe i them aty, atë hanë qikë, unë hajsha të rinë. Doktor, po në pjesën e tumorëve, çfarë ndodh në rastet e tumorëve? A ka ndonjë pacient që ju e kujtoni që ju i është dashur të ndërhyni edhe qoftë estetikisht, edhe pastaj sigurisht edhe në pjesën e edhe nishanet, në gjuhën e përditshme shpeshherë ne gjejmë pacientëve që thonë kam një nishan, dua ta heq. Kujtoni një rast pacienti specifik që ka qenë interesant në këtë profil? Siç e thash në fillim, tumorët janë pjesa jonë kryesore e interventit. Pra, ne si mision në kirurgi plastik kemi për të hequr tumorin, për ta çrrënjosur, siç thot populli me gjithë rënj, aq sa kemi mundësi, për ta rikonstruktuar që mos kemi dëmtime funksionale, pra të lëvizi syri, të hapet goja, të lëvizi krau, këmba e të tjerë, por dhe të merremi edhe me pjesën e estetikës, pra të duket sa më mirë ndërhyrja kirurgjikale. Pra ne kirurgët plastik kemi aftësinë për të bërë këto 3 parime kirurgjikale. Duke qenë se kemi shumë tumore, ne është bërë si punë e përditshme kjo dhe si thua ky lloj misioni ne tashmë na duket si pjesë e jetës, pra nuk mund të themi dot që ja hoqëm tumorin një personi, e rindërtuam përsëri pjesën e fytyrës të gojës, e na duket si një diçka e zakontë, pra pa shumë. Mund të themi për shembull rekonstruksionet e hundës, pacientë që kanë pas tumore për shumë vitesh, ne heqim tumorin dhe rekonstruktojmë dhe pacienti më në fund në normalitet e heq atë maskën, e heq atë garzën, edhe jeton jetën e lumtur. Le të kalojmë te një profil që është sigurisht trendi i kohëve që po jetojmë. Le të kalojmë pak tek estetika. Unë do doja që pyetjen e parë t'ju drejtoja cili është ai rast deri diku qesharak që ju kujtoni nga ndërhyrjet estetike që keni pas eksperjenca me pacientët. Pra çfarë është ai rast që ka qenë qesharak ose ka qenë një pacient apo paciente e atashuar në një mënyrë tillë që rrugtimi ka shkuar aq interesant sa ju e mbani mund ta ndani me ne. Qesharak, domethënë ndoshta te kërkesat? Çdo ndërhyrje, kur pacienti është qesharak në kërkesë, nuk është pacienti im, ose të paktën një kirurg plastik. Pra, nëse pacienti kërkon diçka që nuk i përshtatet dhe ne mendojmë që është një diçka jashtë natyrës, atëherë ky nuk është pacienti jon.
le të gjej një kirurg tjetër, një diçka domethënë për ta kryer, por ne mundohemi që këtë pjesë ta evitojmë. Mund të thosha pacient të qeshur ose pacient të gëzuar që kanë Okej, atëherë mund të ndanim në një rast të një veçantë, të një ndërhyrje që keni realizuar në nivel estetik, ku pacienti ka ngel jashtëzakonisht i kënaqur dhe puna që është bërë është vërtet revolucionare në mënyrën se si ka qenë kur ka ardhur dhe se si ka përfunduar pasi ka përfunduar ndërhyrja. Atëherë, më kujtuar rasti i fundit, një paciente e cila nuk i ka dëgjuar këshillat e mia. Unë mundohem që një pacient ta këshilloj sa më mirë të bëjë një parapërgatitje në mënyrë që post-operatori ta ketë sa më qetë. Le të themi të operacionet e post-abdominoplastikës. Pra, kur ka një bark të varur, bark të hapur nga pjesa shtatzanisë me deformime të mëdha estetike, ne mundohemi që ta rikthejmë në një pozicion 10 deri 20 vjet përpara, për t'i dhënë një pamje sa më shumë estetike, një mashkulli apo një femër, apo qoftë mbas një kirurgjie që ka rënë në pesh. Pacientja nuk i kishte ndjekur këshillat e mia, vendoste brezin, ta shtrëngonte mirë, domethënë, dhe vjen në operacion për të bërë ndërhyrjen, por post-operatorin e kaloi shumë keq. Fatmirësisht kjo paciente unë e shikoja që pavarësisht vuajtjes, ajo në fytyrë nuk e shprehte, por ishte, si thua, një vuajtje e dominueshme nga ana jonë, dhe unë mundoja nëpërmjet humorit, nëpërmjet dhënies kurajës, ta kaloja këtë situatë. Dhe pacientja sot që e pash shumë mirë ishte në ditën e 7, për humor, vajza vetë thoshte që kur të kalojnë një javë, do fillosh do thuash sa mirë që e bëra, se brenda javës do na bezdisë së gjithë. Kështu që pacientja është mirë, domethënë, kështu është pothuajse të gjithë pacientët tanë të kirurgjisë plastike. Pra fillimisht kirurgjisë estetike, fillimisht ata vuajnë pasojat e kirurgjisë, do të thënë që nuk është një fushë me lule, po është një operacion, fundit ka dhimbje, ka komplikacione, ka të gjithë, dhe ne mundohemi që t'i themi, i informojmë pacientët, dhe së bashku, por gjithmonë duke ruajtur atë buzëqeshjen, duke ruajtur atë forcën për ditë, pacientja të kalojë post-operatorin dhe të gëzojë efektet e kirurgjisë tonë ndryshuese. A ka patur një kërkesë të veçantë me cilën jemi përballur ndonjëherë në fushën e kirurgjisë estetike, diçka që ka qenë për te asaj që mund të realizohet, ose diçka që u ka ngelur në mendje për shkak të veçantisë që ka pas kërkesa nga ana e pacientëve? Po, këtu në fakt kemi një pjesë të përbashkët të fushës tonë. Pasi në disa klinika, sidomos në botën e jashtme, bëhet një konsult me mjekun, ose me psikologun, ose me psikiatrin. Dhe, sidomos pacientët estetikës, dhe ata vlerësojnë që pacienti është në rregull, ka çrregullime të dismorfisë trupore, që është një lloj çrregullimi që pacienti nuk di se çfarë kërkon perfeksionin kur e ka, dhe është një lloj çrregullimi psikiatrik. Dhe kështu në këtë mënyrë nuk shkon deri te kirurgu, por në këtë pritjen e parë, në këtë fitjen e parë filtrohen dhe nuk shkojnë deri të bëjnë konsultën me kirurgun. Pastaj kur në momentin që arrin te kirurgu, të paktën me kirurgun, ne mundohemi që nëpërmjet bisedës të kuptojmë jo vetëm kërkesën e pacientit, por të kuptojmë edhe psikologjinë e pacientit. Të kuptojmë që ky pacient me të vërtetë kërkon një diçka që është e realizueshme, është një diçka që mund të realizohet nëpërmjet kirurgjisë, apo kërkon një diçka e cila nuk është reale, apo nuk mund të realizohet me atë që ka pacienti. Kështu që nga këto lloj konsultash ne kemi pasur shpesh, domethënë kemi shpesh, dhe apo kërkesa nga më të çuditshme, siç janë tash për shembull ndryshimi i gjinisë, që unë personalisht s'kam për ta bërë ndonjëherë, apo interventet e ndryshme kirurgjikale me pasoja dhe për shëndetin dhe për funksionalitetin, pra në emër të bukurisë, hajde të bëjmë një ndërhyrje e cila mund të na cënojë
shëndetin mbas operacionit, personalisht, po edhe kolegët me cilin unë punoj, domethënë kemi vendosur që këto lloj operacionesh dhe këta pacient nuk mos i kryejnë. Doktor, sa vite karrieri kemi? Më shumë, që nga 98-a. Që nga 98-a, pra 27 vite karrierë. Në 27 vite karrierë, me gjithë numrin e jashtëzakonshëm të pacientëve, të rasteve, të ngarkesave, gjitha me radhë, a ka pas në një moment që për shkak të volumit, për shkak të rastit, për shkak të vështirësisë, për shkak të dinamikës që ka pas një natë roje, keni ndjerë një lloj ngarkese emocionale, keni thënë okay, po bëj një hapas, po tërhiqem, ndoshta edhe përkohësisht, apo gjithmonë keni menduar që jo, kjo është sfida juaj në jetë edhe do duhet që të shkoj përpara? Fatmirësisht këto raste janë të rralla. Fatmirësisht këto raste janë të rralla, sepse burnoutin pësojnë mjekët në të gjithë botën, në të gjitha profesionet. Aq më tepër edhe në profesionin tuaj, aq më tepër edhe në profesionin e kirurgjisë. Domethënë janë profesione me të vërtet goxha të rënda, të cilët kanë një përgjegjësi dhe një ndryshim i vogël i bisturisë mund të sjellë një problem të madh për pacientin. Por janë ato mesazhet e përditshme të pacientëve të ecur mirë. Ato urimet e pacientëve, ato buzëqeshjet e pacientëve të cilat na bëjnë ne të ecim përpara dhe këto kujtime të këqija të jetin pas. E kemi një mision në jetë, këtë mision besoj se do ta çojmë deri në fund sa të kemi. Doktor, në raport me shoqërinë, në raport me njerëzit që na rrethojnë, çfarë të trishton më shumë? Çfarë është ai element njerëzor, po edhe i shoqërisë në tërësi që nuk të pëlqen edhe që vërtet ty të bën përshtypje? Ndër vite po humbet ajo lidhja midis mjekut dhe pacientit. Tash ka nëse më përpara fjala mjekut ka qenë ligj, kur futesh mjeku në dhomë, pacienti e shikonte me admirim dhe shpresonte në fjalën, në veprimet dhe në mendjen e mjekut, tashmë e shikon me shumë dyshim këtë lloj lidhje. Ka shumë komponent, nuk po i futemi kësaj pjese, dhe kjo të trishton realisht, domethënë se si do shkoj kjo lloj marrëdhënie. Po vjen dhe po thyet besimi midis mjekut dhe pacientit. Po më tepër ne po shikojmë dhe fushën e inteligjencës artificiale, ku disa profesione po zvendçohen dhe mendohen zvendçohen me inteligjencë artificiale, dhe kjo është një diçka që me të vërtet të trishton për të ardhmen e shoqërisë. Po në raport me pacientët, në raport edhe me këtë gjë që ju thoni, që është shumë e vërtetë, është alarm, në fakt është për të ngritur zërin gjithë bashkë, sepse marrëdhënia pacient-mjek është kryesore për një diagnozë të saktë dhe për një trajtim të dur. Cili është raporti juaj me pacientët dhe familjarët e tyre mbi gjitha? Për mua më shumë të shkoj e dyta e rëndësishme, dhe raporti juaj me telefonin në raport me ta, sepse shpeshherë ju e dini pacientët shkruajnë, marrin në orë pa orë, ka nevojë për diçka, të pyesin. Unë hyj tek ajo kategori njerëz e mjekëve të cilët lidhjen me familjarin, me pacientin dhe me familjarin dhe me telefonin e kemi gjatë gjithë kohës. Nuk përgjigjem më mbas orës 9. Por tentoj që të krijoj lidhjen e ngushtë me pacientin. Është kjo lidhje të cilën, siç e thash edhe më përpara, të bën të ecësh përpara. Ka shumë gjëra që mjekësia nuk i di se si shkojnë. Ka shumë të panjohura, por unë mendoj që duke krijuar kjo lidhje, duke krijuar ajo fryma mirë, nuk ka patologji të cilat mund t'ja dalin ndihmës mjekut dhe shërbimit të tij. A ka në një moment që sigurisht ju merrni urime dhe falënderime nga pacientët, sigurisht janë të shumta, a ka në një mesazh të bukur, në një moment që do ta ndash me ne, në një kujtim të bukur që ke nga familjarët ose nga pacientët vetë në direkte? Unë kam pacientë dhe mia ndër vite, domethënë kam fansë dhe mia. Nuk mund t'i përmend dot të gjitha sepse janë shumë. Janë me të vërtetë që të cilat u kam bërë
ndërhyrjet kirurgjikale, qoftë jetë shpëtuese, qoftë heqjes tumore, qoftë nga ana estetike, qoftë nga ana funksionale, të cilët e ruajnë ndër vite lidhje me mua. Po them një djalë vogël, është një rast, domethënë kam mikun tim të vogël, e ka ardhur i vogël 5 vjeç dhe kishte në kontakt me rrymën elektrike pasi kishte futur dorën. Dhe dora, komplet dora e djathtë, keni parasysh një fëmijë, domethënë në dëmtime, karbonizuar nga korrenti, një detaj të vogël e marrën fus në sallë dhe gishti dukeshte kështu si i dëmtuar. E vendos gërshërën për ta prerë dhe kolegët që më thoshin prite se ka marrë fund. Mendojmë një herë, e fus përsëri, nuk e preva. E lash tash do e shikojmë më mbrapa. Fatmirësisht ai gisht u ruajt, domethënë, nuk e ka funksionin, po të paktën është nga estetike është mirë, domethënë, ai nuk ka disa gishta. I bëm një operacion ku e vendosëm përsëri në barkë, e lidhëm për të formuar pjesën e lëkurës të dëmtuar. Mendoni një fëmijë 5 vjeç ta vësh 2 muaj në pozicion të detyruar. Por ai ja doli, më dërgon foto dhe video duke shkruar, është një piktor shumë i mirë, me atë dorën e vet, domethënë, me ato gishta. E kam mik dhe më kujton çdo vit më vjen dhe më takon, domethënë. Dhe kemi edhe foto të tjera. Unë në fakt, edhe në faqen tuaj kanë ndjekur vazhdimisht që ju nxirrni edhe urimet të pacientëve, dhe pacientëve janë vërtet shumë mesazhe të bukura. Doktor, le të kalojmë në një pjesë tjetër prapë shumë të rëndësishme. Do doja të dija ndonjë kujtim që ju e keni, një kujtim të bukur që mbani nga puna juaj, diçka që është një mbresë e mirë e gjithsej karrierë gjatë që mund ta ndani me ne. Unë mundohem që pjesën e familjes ta ruaj larg profesionit. Pra emocionet qoftë pozitive, qoftë negative, t'i ruaj larg familjes time, sepse me vërtet dua që ta ndaj punën nga familja. Po nisesha diku me pushime dhe hypim në furgon. Po më bie një dorë nga mbrapa. Doktor Gendi thonë, pacienti jemi, si e mirë, dhe e dëgjuan. Hypim në tragedë. Edhe por je kësha vënë një kapeli, një palësyze, thash, ku më vjen një pacient doktor Gendi, përshëndetje, si e mirë, si e ke dorën, një kësha shpëtuar dorën. Pastaj kur vajtëm atje në hotel, domethënë, por jatë në çadër doktor Gendi. E ke parasysh ishim jashtë Shqipërisë. Edhe kisha pacientët e mi, domethënë që dhe familja, fëmijët e panë, domethënë se doktor Gendi, babi, që ka i njoftur, që shkoka, që që vogël, më pëlqejti, domethënë, sepse dash një mesazh fëmijëve që nëpërmjet punës, nëpërmjet emrit të mirë, ti gjithmonë do jesh respektuar. A ka ndonjë mesazh, doktor, që ju e trashëgoni në profesionin dhe në jetën tuaj dhe e keni shumë të rëndësishëm që keni marrë nga prindrit tuaj, një mesazh të bukur që sigurisht ne përcjellim ne si mesazh për gjithë audiencën tonë? Atëherë, mua i matë më ka lënë kur isha 18 vjeç dhe kam qenë në provimet e maturës. Dhe ëndra ati ishte që unë të bësha mjek. Domethënë ka qenë synimi ati që të bësha mjek dhe më thoshte që ti do na shërosh. Pra, në një farë mënyrë, profesioni im dhe ky që jam tashi, i dedikohet ëndrës së ati dhe jemi të mirë. Më vjen mirë dhe jam i bindur që ajo punë që keni bërë dhe keni ndërtuar është një punë vërtet për të qenë krenar. Doktor, në raport me kohët që jetojmë, në raport me vitet që jetojmë, me gjithë karrierën që keni, nuk është e çuditshme që një ditë t'ju vi një propozim dhe t'ju kërkojë të lini punën klinike dhe të merreni me politikë. Cila do të ishte përgjigjja juaj përballë kësaj oferte? S'mendojmë fare. Jo. Jo. Asnjë nuk e keni parë veten tuaj në një fushë tjetër? Jo, nuk ka. Është një jo kështu e prerë, domethënë. Po, miqtë e mi politikanë e din të gjë, kështu që nuk ngatrohen. Nuk vjen njëri. Jo, nuk trakasen.
Po në raport me besimin, shpeshherë ju gjendeni përpara situatave vërtet vështira që nuk gjejnë zgjidhje as fiziologjike deri diku, po as shkojnë tek ajo mbi natyrshmja dhe themi që ky njeriu përmirësua nga në mënyrë të papritur. A besoni ju në Zot edhe çfarë shpjegimi jepni në raste të tilla, edhe përpara pacientit sigurisht për t'ia shpjeguar? Unë besoj në Zot, padyshim që besoj në Zot. Besoj se ka një krijues, sepse provat janë përdit në jetën e përditshme. Që nga ndërtimi i qelizës, ashtu dhe te larmishmëria e specieve. Veza pulën apo pula vezën, unë them që pula ka bërë vezën, i them me studentët mi. Po them një rast, ishte një paciente, vjen në urgjencë me një kancer të madh të fytyrës, ku kishte goxha hemorragji. Ishte sorollatur lart e poshtë dhe më erdhi mua dhe nuk kisha mundësi domethënë për ta si thua për të gjetur një klinikë ku mund të shkonte. Por e pranova në shërbimin e djegjes plastikës. Pasi onkologjiku nuk e kishte marrë si paciente. Pacienti kishte humbur gjak dhe ndërkaq unë e marr e fus në sallë. Realisht nuk i pres përgjigjet e analizave, por bëj ndërhyrjen duke marrë parasysh që kisha një situatë e hemorragjisë. Ai ishte gjysmë emergjencë, ai ishte emergjencë e plot, kjo është një çik për tu diskutuar. Por, si thua, e marr pacientën dhe bëj ndërhyrjen kirurgjikale. Gjatë ndërhyrjes kirurgjikale unë shikoj që kishte goxha hemorragji. Jo e natyrshme për zonën dhe për tipin e interventit. Megjithatë, thash, ndodh ndonjëherë, na ndodhen e pacientë të shëndetshëm që ne nuk i japim dot, pavarësisht gjitha analizave. I heq tumorin e parë, i heq tumorin e dytë, ajo kishte shumë multiple, pra shumë kancerat e fytyrës dhe ngel tek një tumor tjetër. I them kolegëve t'ia heq apo mos e heq. Sa thoshin heqje, sa thoshin unë desha me heq, pastaj u tërhoqja si rrallë në karrierën time. Kush më njeh mua e di që unë tentoj për të heqë sa më shumë, pa cënuar shëndetin e pacientit. Dhe vjen përgjigjet analizave, shikojmë që numri i trombociteve, pra ato që bëjnë koagulimin e gjakut, ishin pothuajse një numër diku te 6.000, 8.000, një numër shumë i ulët. Pra isha përballë një paciente e cila nuk koagulonte. I bëjmë të gjitha terapit më brapa, pasi nuk kishim më mundësi, pacientja vazhdonte të kishte hemorragji. Nuk e harroj mbështetjen e djalit vet, e pa përkushtimin tim, impenjimin tim, shqetësimin tim maksimal, dhe më tha doktor, ti ke bërë punën tënde, ja thash të gjitha, domethënë si ishte vërtetë, ti ke bërë punën tënde, çfarë të kemi fat. Çuditërisht, pavarësisht se numri i trombociteve nuk u rrit, në ditën e 4, pacientja në ditën e 5 ose 6, pacientja ndaloi hemorragjia si me dorë. Unë këtij rasti nuk di, frita hematologët erdhën e ndiqnin, më kupton, nuk ndryshova asnjë terapi. Unë këtij rasti nuk i gjej dot asnjë justifikim mjekësor apo një shpjegim mjekësor se si ndaloi hemorragjia, përveç se një mrekullie që ka ndodhur me këtë paciente. Mbasi u stabilizua numri i trombociteve, pacienti rimar përsëri, i heq tumorin dhe i them djalit vet merre dhe mos ma sill më. E kam mik domethënë. Kuptohet, i kam dhënë numrin e telefonit, më komunikojmë për këtë gjë në zonë shëndet plot, është shumë mirë domethënë. Le të kalojmë te një fushë tjetër. Më folët pak për studentët. Doja të dija raportin që keni me të rinjt, me studentët. Unë e them shpesh, unë jam kirurg, kam përvojë të madhe kirurgjikale, siç u thash, por mbetemi kufizuar te pjesa e njohurive kirurgjikale. Me studentët e mi unë kam punuar shumë dhe kam akoma student ndër vite, të cilët më shkruajnë për probleme kardiologjike. Dhe them, po që më katron mua për problemet kardiologjike, unë s'marr vesh apo probleme tjera. Pra, ruaj marrëdhënie të mira me studentët e mi.
vazhdojnë të më komunikojnë, domethënë, për çdo lloj problemi që ata mendojnë, më drejtohen për të zgjidhur problematikat e tyre. Këtë, si të thash, unë i madh ka qenë mësues, shumë i mirë, shumë mësues matematike dhe mënyra e komunikimit, mënyra e mësimit atij, ato ditaret që bënte çdo natë përsëritja e lëndës, domethënë, ja më ka bërë që unë të dua dashuroj mësimdhënien te studentëve. A ka një mesazh, doktor, që do doje t'u jepje studentëve? Një mesazh jo vetëm studentëve tanë, por në tërësi dhe të rinjve, një mesazh dominimi, një mesazh inkurajimi që ata të ecin përpara. Po, më vjen ndërmend një mesazh që një nëshe bëni njerëz përpara se të jeni mjek të mirë. Shumë e bukur. Absolutisht. Do të thënë profesionalisht njeriu po nëse nuk është një njeri i mirë nuk mund të jetë një profesionist i mirë. Kjo është e padiskutuar. Është lidhja domethënë që ata pastaj nesër pas nesër të ecin profesionin e tyre. Ne dal nga dal kemi afruar afër fundit, biseda jonë është shumë e këndshme dhe sigurisht rastet janë të pafundme për t'u treguar. Unë do doja që ta mbylja këtë emision, ndryshe nga herët e tjera, me një mesazh tuaj për një qëllim që i keni vënë vetes. Për një qëllim që i keni vënë vetes dhe që do donit që me kohërat që kalojnë ju t'ju kujtojnë njerëzit për atë qëllim dhe për atë mision që keni. Po, unë do doja që të Zoti të më lindë kështu siç jam, që unë të shërbeja njerëzve. Jashtëzakonisht shumë e bukur. Doktor, unë të falenderoj shumë edhe shpresoj që gjatë gjithë kohës Zoti t'ju japi shëndet, që të kemi mundësi që të suportoni dhe ndihmoni të gjithë pacientët edhe të jeni absolutisht efikas në punën tuaj dhe sigurisht edhe për studentët. Unë të falenderoj jashtëzakonisht që ishe me mua në podcast edhe besoj dhe shpresoj të kemi dhënë mesazhet e duhura. Faleminderit gjithashtu. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.